është një mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo situatë nuk do të cënojë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra sipërfaqja 30% plus edhe më tepër do të jetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë. Ndërkohë tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon Bashkia e Shkodrës do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrirura 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rrjollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit të këtyre plazheve me çadra, çezonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kalojë masën 500 lekë për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta ritheksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Bashkive përmes këshillave bashkiake jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekullimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji, për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lekë të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë këtij sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës edhe në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lekë të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje.